Zëri brendshëm që nuk hesht kurrë. Ka një zë që nuk dëgjohet nga askush tjetër. Nuk ka tingull, por ka peshë. Është zëri me të cilin flet me veten, kur nuk ka njeri rreth, kur nuk po luan asnjë rol, kur nuk po bind askënd. Ky zë nuk pushon kurrë. Donjëherë është i butë, të qetëson, të thot vazhdo, por shumë herë është i ashpër, gjykues, të kujton gabimet, jo rrugën dhe pa e kuptuar, ti fillon t'i besosh. Ne mendojmë se frika vjen nga jashtë, nga situatat, nga njerëzit, nga ajo që mund të ndodhë, por frika e vërtet fillon nga brenda, kur zëri brendshëm fillon të flas kundër teje. Mos e provo, nuk je gati, do të shtosh prap. Jo sepse është i vërtet, por sepse ky zë është mësuar të flasë i pari. Trupi ndjek mendjen, këtë e kemi parë, por mendja ndjek zërin që dëgjon më shpesh. Nëse çdo ditë i flet vetes si armik, trupi lodhet para se të filloj. Askush nuk na mëson si të flasim me veten. Na mësojnë si të sillemi me të tjerat, si të jemi korrekt, si të mos lëndojmë, por askush nuk thot se mënyra si i flet vetes është marrëdhënia më e gjatë që do kesh ndonjëherë. Nuk ke nevojë ta heshtësh këtë zë, sepse nuk mundesh, por mund ta ndalosh së besuari çdo gjë që ai thot. Çdo mendim nuk është i vërtet. Çdo zë nuk është udhëzues. Ka momente kur mendja flet nga frika, jo nga realiteti, dhe në ato momente qetësia nuk vjen duke luftuar mendimet, por duke i vëzhguar si kalimtar, jo si komandant, kur zëri brendshëm thot, nuk mundesh. Ti nuk ke pse ti përgjigjesh, mjafton të vazhdosh atë që po bëje, sepse veprimi qetë është përgjigja më e fortë. Mendja flet, trupi ndjek, por ti je ai që zgjedh cilin zë të dëgjosh. Dhe kjo zgjedhje nuk bëhet një herë, bëhet çdo ditë në heshtje.